Sot ne nuk po e ndajmë vetëm dhimbjen për ndarjen nga jeta e një figure historike, po e ndajmë përgjithësinë që amanetin e tij ta shohim përpara. Ne jemi brezi që trashëgojmë veprën e tij, dhe në këtë trashëgimi është një detyrë e qartë për secilin prej nesh, ta mbrojmë Kosovën nga përçarjet, nga rrshqitjet, nga devijimet për rrugës së Atlantikut. Të punojmë për shtet që nuk përjashton, që nuk hakmerret, që nuk harxhon energji për luftë brenda vetes, sepse vetëm kështu sakrifisa bresit të Pukoshit do të bëhet plotësisht kuptim plot. Të dashur pranishëm, e nderuara zona, e nderuara ora, shota e Enita, në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës, shpreh milionin tonë më të thellë për jetën dhe veprën e bujar Pukoshit. Ai ishte një ndër themeluesit tonë, një figurë për pa të cilin nuk mund të kuptohet historia e LDK-s dhe vetë shtetit të Kosovës. Sot me dhimbje në zemër, por me krenari në kuptim, ne vendosim emrin e tij në panteonin e figurave që kanë mbajtur mbi supe barrën më të madhe të historisë sonë. Kosova do ta kujtojë gjithmonë si kryeministrin e lirisë, LDK do ta kujtojë gjithmonë si bashkëthemeluesin e shpirtit të saj politik, historia do ta njohë gjithmonë si pushtetasin e kohëve të vështira dhe ne do ta kujtojmë përherë si njeriu që na mësoi se shërbimi është forma më e lartë e atë dashurisë. U presh në pasqe doktor Bujar Pukoshi, largi jetës dhe veprës së saj. Ju falenderoj. E mbaj mend si sot Bujarin, kur u kthye nga Gjermania i pari nga ne, që u formua si kirurg jashtë vendit, me një ambicie të madhe dhe një përgatitje që nuk ishte vetëm profesionale, ishte morale. Ai e pa kirurgjinë jo si një shtëpi teknike, por si art i shpëtimit të jetës. Ishte më i miri prej nesh. Na preju të gjithëve në një kohë kur ne duhej të barazonim klinikat tona në ato kohë të Jugosllavisë, e cila kishte një traditë të gjatë. Por nuk u friksuam, sepse kishim në ballë të gjeneratës dikë si ai. Por më pas historia e thiri jo në sallën e operacionit, por në sallën e rrezikut. Në vitin 1991, kur askush nuk pranonte të merrte detyrën e kryeministrit të Kosovës në ekzil, ai u ftua nga presidenti Rugova në një zyrë të vogël, të zymt. Ishte vetmja që kishim. Dhe kur Rugova i tha, Bujar, apo bëhesh kryeministër, ai u përgjigj thjesht, nëse s'ka kusht tjetër dhe duhet, unë po e marr. Ishte një po që kishte më shumë barë se çdo kontratë, sepse ai dinte që po i thoshte po mërgimit, rrezikut dhe sakrificës. Kur duhet, s'ka më kush don as don, thoshte ai me një gënjeshtre që jepte më shumë vendosmëri fjalës. Unë isha në Vjenë atë ditë kur pranoi detyrën. Zana me fëmijët e vegjël kaluan natën në shtëpinë tonë, që të mos merreshin peng nga forcat serbe. Shtëpia e tyre atë natë u bastis nga policia. Bujari kishte vendosur të ikte nga Kosova për të shpëtuar vetëm dhe për të mbajtur qeverinë gjallë. Ishte një largim i rrezikshëm, i ndjekur nga UDB-ja me 2 vetura të zeza. Në një kthes të rrezikshme në rrugën për Greqi, Bujari tha shoferit, "Kape kthesën. Më mirë me u zhduk në Brunaj, se më dorëzu." Ka përseu nga vetura dhe u zhduk në një fush misri. Në ndërkohë që UDB-ja i ndoqi shokët e tij në aeroportin e Shkupit, ai tashmë kishte kaluar kufirin ilegalisht. Të nesërmën e pritën në aeroportin e Vjenës, dhe aty filloi jeta e tij politike në ekzil, ndërsa për mua përfundoi ëndra dhe investimi jetësor për kirurgji kulminante. Në Gjermani jetuam bashkë, unë, ai, Zana, Selvetja dhe fëmijët, tanë në një shtëpi të vogël. Kur u ndërhyn nga shërbimi diplomatik serb, pronarja gjermane na nxori në rrugë. E kishin korruptuar, i kishin thënë se jemi kriminal. Të gjitha rrobat tona u hodhen jashtë, e pa vetën në rrugë. Jetojnë të një shqitar yni, në kushte modeste. Ishim një qeverinë e ekzil, por pa zyrë, pa flamur, pa rogë,
por me krenari dhe shumë shpresë. Nuk duhet kur më anku për gjumin, kur e di se vend ytë s'po flen fare për frikës më thoshte. Dhe nuk e dëgjova asnjëherë të çante hallën e vet. Një ditë, kryetari i grupit parlamentar për politikë të jashtme në Bundestag, një mik i madh i çështjes sonë, na solli personalisht në banesë letrat për të aplikuar për azil. E kishte bërë me bindjen se do të na ndihmonte. Po bujare me qetësinë e tij të prerë, tha vetëm kaq. Kryeministri nuk bën më shpall azilant, ai ose qeverisë në anë popullit, ose nuk është. Dhe asnjë nga ne nuk e plotësoi atë letër. Mbetëm të pastrehë, por të drejtë. Në emër të familjes, ju falenderojmë për praninë tuaj, për fjalët ngushëlluese, kujtimet dhe përnderimin që i bëni sot babit. Si burr shtetas, si intelektual, si mjek, kirurg, si mik. Për ne ai ishte gjithë këto, por para së gjithash, për ne ishte prind, bashkëshort, gjysh, me plot dashuri, vullnet për jetë dhe përkushtim të pafund për familje. Sot më zbehen fjalët, por me që babi nuk parapëlqente fjalë sentimentale, ceremoniale, kjo s'ka gjë. Në fakt, ai sigurisht do të hirte ndonjë element humori apo vetë ironizimi, sikur të ishte këtu. Në dhimbjen tonë është një ngushëllim i madh të shohim se vepra e tij dhe kontributi po vlerësohen. Shfrytëzoj rastin që në emër të familjes t'ju falenderoj sinqerisht të gjithë atyre që na qëndruan pranë në kohë shumë të vështira, në çfarëdo mënyre. Ju falenderoj.